Pas një vere me numër të lartë vizitorësh në atraksionet që ofron Tropoja, kryetari i bashkisë Regj Biberaj thotë se ky ka qenë një vit i suksesshëm për turizmin, por edhe për zhvillimin e projekteve infrastrukturore. Tropoja ka lënë sezonin veror. Si ishte për bashkinë Tropoja? Ky vit që është shumë më i suksesshëm se vitet i kaluar. Ndet në pritjen e përcjelljen e turizëm, pritjen e organizimin e tyre, në def në investime në Tropojë, në rrugë, në ujësillca, skolla, të vit. Rreth 150.000 turistë vizituan Alpet Tropojane. Një nga projektet më të rëndësishme që po zbatohet aktualisht është Unaza e Bjeshkëve, një rrugë panoramike që lidh disa nga zonat malore të Tropojës. Sipas kryetarit Biberaj, kanë përfunduar kilometrat e para dhe puna po vjen me ritme të larta. Projektin kryesor që kemi për rrugën e Albeve, rrugën e Unazën e Bjeshkëve, e cila ka marrë një rrugë zgjidhje të përsosur, ka vazhduar punën në 20 kilometrat e para, po përfundon projekti edhe në 40 kilometrat e tjera. Krahas këtij investimi, kanë përfunduar edhe punimet në disa shkolla që për një viti ishin në rekonstruksion të plot. Kemi përfunduar rekonstruksionin e shkollës në Selluve, përfundoi rekonstruksioni i Kopsit me Lagja Partizani, përfundoi edhe shkolla e Bastida e Malësisë, të cilat sot kanë parametra bashkëore për zhvillimin e mësimit. Ndërkohë, Bashkia Tropoj po planifikon masat për sezonin dimror me fokus në infrastrukturën rrugore për të garantuar akses të plot në zona turistike edhe gjatë muajve të ftohtë.